Me remote start, 20 makina me pult, shumë motor i mirë, shumë ekonomik, edhe i shpejt për gjithë këtë makinë ecën goxha. Hyundai Santa Fe 2021-shit, 2009, është ky versioni i ri. Para ka këtë grillën që e ka si me krom komplet edhe këtë pjesën poshtë, ka sensor të parkimit, radarin për distronikun, leki pasistin, front collision alert e të gjitha. Dritat i ka lart të këtë shiritin LED edhe këto kryesorët inteligjente i ka këtu poshtë edhe full LED. Diset ka këtë versionin 20 që është më i bukur edhe më i modhi që ke pas mundësi me morti kjo lloj makine. Gomat i ka në gjendje shumë mirë, me blind spotat e pasqyra, keyless go hapë mbyll me çelës në xhep, si finish alumini komplet. Edhe te doreza, edhe këtu anash, edhe lart, edhe ngjall bukur, bë kontrast me ngjyrën e që është modeli i ri edhe këto stopat i ka full LED edhe ka të vazhdueshme këtë pjesën mrapa. Mrapa ka këtë difuzorin e vet, sensor të parkimit, kamerën e parkimit. Ky është motori 2009, 184 kuja fuqi, 400 Nm tork, shumë motor i mirë, kamerën ka me 8 marsh automatike. As nuk ka gjë shumë, po edhe fuqi ka sa dush për të ecë. Ka 159.000 km edhe çdo shërbim e ka të bën kohë, s'ka nevojë për asnjë lloj gjoje. Interiorin e ka shumë bukur, ka këtë ngjyrën kafe terrët me kafe motabme, me qepje komplet. Këtë rimeson e karbonit, lenki pasistin, këtë qa bagazhin, traction controlin, frenat e dorës elektrike, edhe këtu i ke këto kontrollar për lenki pasistin, plus minusat pedal shiftat, 159.000 km. Timonin me ngroje, sedilet ngroje ftoje, tapicerin e ka akull, super gjendje, ke edhe këto butona që lëviz nga këtu, që si e ka me rombe, me qepe këtu të vetën. Është komplet alkantara e lartë, dhe që këtu ke vend për cup holders, port USB-je, sedilet me ftoje, me ngroje, timonin me ngroje, kamerat e parkimit të mrapa, sensor të parkimit, auto holding, trimën me 2 zona, tu ke këto që të rregullon distronikun, lenki pasistin me dos distancën i bot gjitha vetë që të ke shef. Ka dhe këto driving modes ndryshme, Comfort, Eco, Sport, Smart, LS i dush, 159.000 km. Edhe këtu mrapa shumë e pastër, akull, shumë e bukur, kjo ngjyra ka fjerë, shko shumë edhe e zbukuron këtë interiorin. Ka air venta këtu mrapa, 2 porta USB-je, cup holders këtu në mes, ke mundësi me lëviz sedilen ora mrapa, plus edhe me shtri, me uratusit dush. Sedilet mrapa i ka me ngroje, ka dhe këto perdet manuale, për makinë familjare, është ndër opsionet më të mira të mundshme. Edhe konsumin nuk e ka të lartë, plus i ka të gjitha opsionet si mungo asnjë gjë. Çmimi për këtë Hyundai Santa Fe 2021-shit, 2009 me super opsione siç e pamë në këtë super gjendje, është 18.000 euro. Me ndrim është 20. Numrin e kontaktit e keni këtu poshtë. Ju uroj gjithë mirat, mirupafshim.